Mbi 1900 karateist nga 12 shtete ballkanike ishin pjesë e edicionit të 29 të kampionatit ballkanik të karates në Tivar të Malit të Zi. Maqedonia e Veriut në këtë kampionat u prezantua me 100 garues në të gjitha kategoritë për djem dhe vajza. Për paraqitjen në këtë event të rëndësishëm të karates, drejtori sportiv i reprezentacionit Arlind Huseini u shpreh tepër i kënaqur me atë që u arrit në Tivar të Malit të Zi. Mund të them lirisht një spektakëll i madh nga 1900 garues, 12 shtete. Ky edicion i 29 me radhë ishte me të vërtet shumë kualitativ i fëmijëve, i të gjithë fëmijëve që pash edhe unë si drejtori i reprezentacionit të Maqedonisë, në të gjitha aspektet mund të them lirisht. Domethënë ky për reprezentacionin e Maqedonisë ishte një rezultat nuk mund të them shumë i mirë, por i kënaqur, për shkak se të 12 shtete shumë kualitative, si Turqia me afro 300 garues, Bosnia, Serbia, Slovenia, Romania, shumë shtete tjera me fëmijë shumë kualitativ që ishin në këtë kampionat. Unë mund të flas lirisht se reprezentacioni i Maqedonisë bëri një rezultat të bollë të mirë me 8 medalje, ndërta 4 të arta, 1 të argjendë dhe 3 të bronzë. Me thënë edhe këta të 3 të bronzë dhe ai argjendi mund të them lirisht se ishte i artë për shkak se lufta e këtive gjelmoshave dhe vajzave treja ishte një mund të them diçka që tregon që në të ardhmen ata do të kenë rezultate kulminante edhe në kampionate më të mëdha siç janë evropiane dhe botërore në të ardhmen. Për udhëtimin e reprezentacionit kishte shumë paqartësi se gjatë rrugës ka pasur defekte, por drejtori sportiv Arlind Huseini thotë se duke u thuar këndej, po ashtu ndodhi një defekt i një autobusi që mund të them lirisht se është një punë që mund të ndodhë çdo herë, ndodh edhe me një vetur apo edhe me një autobus shumë të ri mund të ndodhë defekti i tillë, kështu që me rëndësi është që nuk ka pasoja tek fëmijët, nuk ka lëndim tek fëmijët, kështu që asgjë nuk është, mund të them se lirisht është normale që ndodh. Edhe pse në të ardhmen ju siguroj që do të kemi kushte edhe më të mëdha tek ofertat e këtyre agjencioneve që të udhëtohet me autobusa ende më kualitativ. Me këtë kampionat të Ballkanit pason pushim për garuesit dhe pas periudhës verore fillojnë aktivitetet të ngjeshura për të gjitha klubet në vendin tonë shkaku i kampionatit shtetëror.